Përpara televizionit, internetit dhe rrjeteve sociale, fjala e shkruar ishte mënyra më e rëndësishme e komunikimit dhe informacionit në Shqipëri. Gazetat nuk shërbenin vetëm për të treguar lajmet e ditës, ato ndikonin mendimin e njerëzve, formimin e opinionit publik dhe pasuronin zhvillimet politike, kulturore dhe shoqërore të kohës. Historia e medias së shkruar në Shqipëri është një histori ndryshimesh të mëdha. Një histori që kaloi nga idealizimi patriotik te propaganda komuniste dhe më pas drejt një lirie të medias dhe në fund në revolucionin digjital. Në vitet 1920 dhe 1930, Shqipëria ishte ende një shtet i ri që përpiqej të ndërtonte identitetin dhe institucionet e saj. Në këtë periudhë, media e shkruar filloi të merrte një rol të rëndësishëm në jetën publike. Gazetet e para shqiptare u kthyen në vend ku diskutoheshin probleme politike, zhvillimi i vendeve dhe çështjet kombëtare. Tituj si Drita, Demokracia dhe Besa trajtonin tema patriotike, kulturore dhe politike, duke ndikuar tek intelektualët dhe qytetarët e kohës. Në atë periudhë, gazetaria ishte shumë ndryshe nga sot. Artikujt shkruheshin në makina shkrimi dhe gazetat shtypeshin në procese të ngadalta dhe artizanale. Pavarësisht vështirësive ekonomike dhe mungesës së teknologjisë moderne, media filloi të fitonte ndikim në shoqërinë shqiptare. Në shumë raste, gazetat shihen si simbol i zhvillimit dhe modernizimit të vendit. Por pas vitit 1945, gjithçka ndryshoi. Me ardhjen e regjimit komunist në Shqipëri, media humbi lirinë e saj. Shteti mori kontroll të plot me informacion dhe çdo gazetë u vendos nën censur. Media nuk kishte mos të qëllim informimin e lirë të qytetarëve, por përhapjen e propagandës komuniste. Gazeta si zëri i popullit, Bashkimi dhe Puna u kthyen në institucione politike të regjimit. Çdo artikull kontrolloi përpara publikimit dhe çdo informacion që konsideroi kundra ideologjisë komuniste ndaloi menjëherë. Për dekada me radhë, qytetarët shqiptarë lexonin vetëm lajme të miratuara nga shteti. Media paraqiste një realitet të kontrolluar, ku problemet sociale dhe ekonomike nuk pasqyroheshin kurrë hapur. Në atë kohë, gazetaria nuk funksiononte si një mënyrë për të kërkuar të vërtetën, por si një mjet për të mbështetur pushtetin politik. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe, media mbeti pjesë e përditshme e jetës së njerëzve. Gazetarët lexoheshin në familje, institucione, shkolla dhe vende pune. Pas rënies së komunizmit në fillim të viteve 90, Shqipëria hyri në një periudhë të re historike. Ndryshimet politike sollën edhe transformimin e medias shqiptare. Për herë të parë, pas shumë dekadash, gazetarët fituan dhe shpallnin më shumë liri për të raportuar, për të kritikuar pushtetin dhe për të shprehur opinione të ndryshme. Në këtë periudhë, filluan të krijoheshin gazeta private dhe pluralizime mediatike ndryshoi mënyrën e informimit në Shqipëri. Gazeta si Koha Jon, Panorama, Gazeta Shqiptare dhe Shekulli u kthyen në ndër mediat më të njohura të vendit. Media u zgjerua me shpejtësi dhe konkurenca mes gazetarëve u bë gjithnjë më e fortë. Gazetaria investigative filloi të merrte më shumë rëndësi dhe media nisi të luante një rol më aktiv në denoncimin e problemeve publike dhe sociale. Kjo periudhë solli një energji të re në jetën mediatike shqiptare, por me kalimin e viteve, teknologjia filloi të ndryshonte përsëri mënyrën e informimit. Me përhapjen e internetit dhe telefonave inteligjent, media shqiptare hyri në epokën digjitale. Informacioni kaloi gradualisht nga letra tek ekrani. Portalet online dhe rrjetet sociale ndryshuan mënyrën se si njerëzit lexojnë dhe shpërndajnë lajmet. Sot, lajmet udhëtojnë me shpejtësi brenda pak sekondash, me shpejtësinë e dritës mund ta quajmë. Platforma si Instagram, Facebook, TikTok dhe portale online janë burburime kryesore të informacionit për shumë njerëz, sidomos për brezin e ri. Çdo telefon mund të shërbejë si një media e vogël, por bashkë me zhvillimin teknologjik erdhen edhe sfida të reja. Shpejtësia e informacionit solli përhapjen e lajmeve të rreme.
dezinformimin dhe manipulimin online. Në epokën moderne, media përballet jo vetëm me nevojën për të informuar shpejt, por edhe për përgjegjësitë për të ruajtur besueshmërinë dhe të vërtetën. Nga gazetarët e parë të shtypur me makina shkrimi, deri te epoka e inteligjencës artificiale dhe mediave digjitale. Media shqiptare ka kaluar përmes ndryshimeve të mëdha historike. Ajo ka reflektuar transformime politike, sociale, kulturore të vendit për më shumë se një shekull. Por pavarësisht teknologjisë dhe kohës, një gjë ka mbetur e njëjtë: nevoja e njerëzve për informacion, komunikim dhe për të vërtetën.